Këngëtarja merr vendimin dhe largohet nga Shqipëria, shpërthen Eglitako, më cënuan moralin. Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Eglitako, ishte e ftuar në një emision, ndërsa nuk i ka kursyer kritikat ndaj komenteve negative që merr në rrjetet sociale dhe portaleve. Eglitako tha se shpesh cënohet morali i saj, ndërsa theksoi se një ditë më parë ka bërë kallëzim për një media që ka publikuar të pavërteta. Me sa duket, pas kësaj interviste, Eglitako ka marrë një tjetër vendim për t'u larguar jashtë vendit. Arsyet nuk dihen. Në Insta Story, Eglitako ka publikuar një foto nga makina, teksa duket se po shkon drejt aeroportit, ndërsa trafiku nuk mungon. Mbi foto ajo shkruan: "Ecni pak, pra se iku avioni." Njerëzit mendojnë se të pasurit të drejtë të shprehësh mendimin tënd të lirë, ti mund ta ofendosh dikë, ta basardosh, ta degenerosh, ti ke të gjithë të drejtën e botës. Është mendimi jot. Absolutisht jo. Arsyeja pse më vjen keq është për faktin që nuk mbahet përgjegjësia e duhur, sepse njerëzit mund të jenë të çfarëdo lloj klase, shoqërie, të çfarëdo lloj formimi dhe aq kanë e aq bëjnë, por përgjegjësia që duhet të mbahet nuk është ajo e duhura. Funksionojnë pak më ndryshe gjërat, por unë vazhdoj sërish të besoj te shteti, te drejtësia, vazhdoj sërish të besoj se Shqipëria ka premisa për të bërë një vend më i mirë, me produkte më të mira dhe me njerëz më të edukuar dhe më të mirë. Me pjesën e komenteve jam mësuar. Do me thënë, kam ardhur në një pikë që komente nga individët saktuar që unë se di kush janë nuk më ndikojnë më në jetën time. Ajo që nis të ndikoj është kur këta individ të panjohur marrin peshën për të qenë një referencë për një media, për një portal, të cilët janë të regjistruar si biznese në shtet. E këta duhet të mbajnë një përgjegjësi shumë të madhe për fjalët që nxjerrin nga goja dhe për titujt që shkruajnë. Është shumë e freskët diçka që ka ndodhur. Unë jam rrahur shumë. U bë një vit. Në dhjetor bëhet fiks një vit që nga momenti që jam futur në Big Brother dhe gjithë kjo peripecia e daljes, e komenteve dhe lajmeve, kur nuk kam dërguar një mesazh kundrejt dikujt, qoftë kërcënues, zero, nuk jam marrë fare. As nuk jam drejtuar në organe kompetente, në institucione ligjore. Dje ka qenë hera e parë që kam ndërprer xhirimet e mia, se ja kisha vënë vetes kusht, po pres edhe e një që vërtet ja vlen për t'i dhënë energji në për seanca gjyqësore, u shpreh Tako.